Beatitude, our dear members of the Synod, and our hierarchs or dignitaries, both political and religious, dear fathers, brothers, and sisters, Krishti midhes nesh, Zoti është me ne. It's not in English. Zoti është me ne, edhe ne me Zotin. I want to start with a story from 1980. Do dëshiroja të filloja me një histori nga 1980-ta. Si një djalë i ri që po përgatitej të diplomohej në universitet dhe donte që të kontribonte në botë. Dhe shkoi te prifti i vet, i cili që ulur në zyrën e tij, sapo kishte mbaruar universitetin për psikologji dhe dëshironte dhe i thep që unë dëshiroj të jap kontributin tim në botë, dua të nisem në mision. Dëgjoj që takimi i parë që po ndodhte dhe i kërkoi drejtuesit të programit dhe i tha, më dërgo mua në mision në Afrikë dhe ai më tha, përfundoj një herë studimet dhe pastaj do shkoj. Dhe më pas sa po mbarova studimet, së bashku me familjen dhe fëmijët e mi, mu dërguan pranë kryepeshkopit Anastas në Afrikë që të shërbeja aty. Përse po i filloj reflektimet time mbi kryepeshkopin Anastas në këtë histori, sepse ky ishte momenti kur unë e takova atë për herë të parë. Në 38 vite, unë pata kënaqësinë që të jetoja dhe të punoja me të, sepse marrëdhënia jo nuk ishte një marrëdhënie që vërtitej vetëm misionarizmit, por edhe rreth mësimeve që ai dha mbi jetën, misionarizmin dhe besimin. Misionet kanë qenë gjithmonë pjesë e gjallë e kishës ortodokse që nga fillimi, që nga ditët e fillimit të saj. Ato lullëzuan gjatë Bizantit deri në rënien e Konstantinopojës. Më pas vijuan përmes kishës ortodokse ruse deri në 1917 me ngritjen e komunizmit dhe shtetit socialist. Pas kësaj erdhi një periudhë ruajtjeje për ortodoksët. Shtrirja në toka të reja ishte e pa imagjinueshme në kuptimin e misionit si pjesë e natyrës së kishës, pothuajse u harrua, por jo krejtësisht. Në vitet 50, nga Athina në Greqi, filloi që të ndryçojë një dritë në lëvizjen rinore, ishte një thirrje për t'u riangazhuar në mision. Dhe kjo dritë buronte nga kryepeshkopi Anastas. Dhe që prej asaj dite, zeli për misionin është ringjallur dhe është për të përhapur ortodoksinë sot. Dhe për të cituar atë nga një thënie 1959-s, që do të thotë, nuk është një çështje nëse a mundemi që ta bëjmë atë, por është një komandë e prerë që duhet. Atëherë shkoni dhe mësojini të gjitha kombet. Misionarizmi nuk është vetëm i dobishëm apo i mirë, por është diçka që është e domosdoshme. Dikush tha me skepticizëm se organizimi i një misioni të jashtëm ortodoks është i barabartë me një mrekulli dhe ne pajtohemi plotësisht, por si të krishterë ne besojmë në mrekulli. Kryepeshkopi Anastas artikuloi qartë aksionin më të madh të misionarizmit. Ai jo vetëm që shkroi metodologjinë e misionarizmit, por e praktikoi atë. Ne si ka shumë studiues që shpesh herë ja dalin bar që të formulojnë teori dhe të frymëzojnë ata dhe marrin dhe arrin që të mbledhin rreth tyre njerëz me aftësi të veçanta apo talente të veçanta në mënyrë që të shpërndajnë këto ide dhe këto
Më kujtohet dikur kur unë kthehesha nga seminari dhe shkoja te priftërinë e mi, dhe ata më thoshin, Martin, ti tani ke mësuar teorinë, por ne do të tregojmë se si bëhen gjërat. Dhe në këtë pikë kryepeshkopi Anastas ishte unik. Ai nuk ishte vetëm një studiues i jashtëzakonshëm, por ishte në gjendje që të zbatonte, të vinte në jetë misionin dhe vizionin e tij. Dhe këtë dhe punën e tij e pash në realitet në Afrikë, por ashtu siç thoshte ai, dhe ajo që besonim ne ishte që përvoja në Afrikë ishte thjesht pjesa përgatitja e tij paraprake për punën dhe misionin që do kryente në Shqipëri. To apply the research and vision within his ministry. I saw that in Africa with my work with the Archbishop there. But I know many of you heard, he often said, Africa was just a preparation for what he faced in Albania. And truly, this is where the climax of his praxis took place. So if we look to that methodology that he outlined in his writings, ajo që ne mund të shikojmë është në mënyrën se si ai i bënte gjërat e veta, ai po bënte një hartë, po bënte një projekt të misionarizmit të tij në Shqipëri. Pikë së pari, ai përmend pjesëmarrjen e klerit dhe të laikëve në misionarizëm. Në Shqipërinë e shikojmë këtë, pjesëmarrje të klerit dhe laikëve në udhëheqjen e kishës. Që në fillimet e tija këtu, ai mbajti një konferencë klerikale për gratë, dhe kjo nuk është diçka që e shikon rëndom në botën jashtë. Pika e dytë kishte të bënte me përgatitjen e klerit venda sa më shpejt që ti ishte e mundur. Ai vendosi që të mos importonte klerin nga jashtë, por të themelonte seminarin teologjik, dhe jo vetëm që e themeloi atë, por e mundësoi, e ngriti në nivele të atilla sa ai të përgatiste dhe të dorëzonte priftërinë e tij, sepse ai e dinte që kisha ortodokse shqiptare të ishte e fortë, ajo duhet të kishte sinodin e saj, të peshkopëve të saj. Dhe këta i arriti me sukses, dhe brenda 10 viteve të misionit të tij, sinodi ekumenik u vendos në Shqipëri. Pika tjetër ishte adhurimi i Zotit në gjuhën vendase. Dhe kjo kishte të bënte me kuptimin dhe mirëkuptimin e ndërgjegjës së njerëzve dhe popujve. Liturgjia u bë, dhe për këtë arsye liturgjia në gjuhën shqipe u vendos që të bëhej e mundur, dhe nëpërmjet kësaj edhe përkthimi i materialeve dhe i materialeve edukative, me qëllim që të lehtësim Zotin në një gjuhë të caktuar, duhet që edhe materialet edukative dhe fetare të jenë në atë gjuhë. Dhe këtu më lejoni që të vë në pa diçka. Për cilën arsye Shqipëria i rezistoi presionit shekullor osman, dhe unë mendoj sepse gjuha shqipe nuk ishte përkthyer në gjuhën e vendasve. Dhe pikërisht për këtë arsye, puna e tij e parë ishte jo vetëm që të fillonte përkthime, por edhe të blinte një shtypshkronjë dhe të ngrinte një departament të shtypshkronjës, dhe i cili filloi që të bënte mrekulli. Kalojmë te pika 5. Nuk jam i qartë nëse është pika 5 apo 6, sepse po ngatrohem pak.
Ndërthurja e elementeve kulturore në jetën e kishës. Ka shumë shembuj se si jeta dhe shpirti i njerëzve erdhën në shpirtin e njerëzve në Afrikë. Disa prej tyre ju mund t'i keni vënë re edhe në video që në shfaqëm. Ai atje bëri gjëra të mrekullueshme, por ato që bëri ai këtu janë edhe më të mrekullueshme. Dhe njëri prej shembujve ishte kur u zhvillua një konferencë që u mbajt nga urdhërime të ndryshme, në të cilat u paraqitën kore të ndryshme. Dhe e gjithë kjo përvojë më transportoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku unë po dëgjoja muzikë fetare amerikane. Sepse për mua më dukej gjuha shqipe si një kulturë paksa e huaj. Dhe kompozimi ishte unik, origjinal, i sofistikuar dhe 100% shqiptar. Dhe ky është shembulli i kulturës së vendit që vjen në jetë përmes kishës. Ndërtimi i kishave si dëshmi e lavdisë së Zotit, për këtë pjesë besoj se nuk kemi më fjalë për të thënë sepse jemi dëshmitar të prezencës së tyre në gjithë vendin. Dhe njëra prej kishave më fantastike që ndodhen në Ballkan qëndron në qendër të qytetit të Tiranës, që dëshmon lavdinë e Zotit, është pikërisht këtu me ne. Kujdesi dhe zhvillimi arsimor, teknik dhe artistik zuri një pjesë shumë të madhe të misionarizmit të tij. Por nuk do hyj në detaje, dhe pas kësaj vjen pika e adresimit të nevojave në të rësi të personit, si ato shpirtërore dhe fizike, përmes institucioneve të bamirësisë. Përsëri, do flasim për këtë pjesë gjatë konferencës në vijim, por siç mund ta shikoni, këto 8 pika u adresuan të gjitha nga kryepeshkopi i ndjerë që në ditët e para të misionarizmit të tij, dhe kjo ishte edhe projekti i tij. Dhe e besoni apo jo, secila prej këtyre pikëve u zbatua me përpikmëri dhe në Shqipëri dhe me rezultat jashtëzakonshëm në Shqipëri. Kam edhe diçka tjetër që unë dëshiroj që të evidentoj, diçka që është ndoshta pak e vështirë për ta shpjeguar apo evidentuar. Ndoshta historia që unë dua t'ju prezantoj ka të bëjë me gjërat që unë bëja në vitet e mia të para. Unë përshëndesja njerëzit dhe i shoqëroja ata te zyra e tij. Të gjithë kërkonin për 10 apo 15 minuta takimet, por ajo që ndodhte ishte që njerëzit zakonisht dilin, dhe veçanërisht ky çift, dhe nuk mund ta harroj veçanërisht këtë çift që kur dolën nga takimi, sytë e tyre shkëlqenin dhe ishin plot emocion. Dhe thoshin, ky njeri është kaq i mrekullueshëm, nuk mund ta besoj. Për herë të parë ndjeva prezencën e Zotit, një prezencë që se kisha ndjer më parë. Dhe kjo kishte të bënte me atë lidhjen shpirt me njerëzit, dhe kjo ka të bëjë edhe me bashkimin që ne kemi në shpirtëror në Zotin. Në përfundim, unë dëshiroja që të vënë pa 2 prej aspekteve, ndonse ju dini edhe më shumë, njihni edhe më shumë prej tyre. Njëra prej gjërave në të cilat ai mishëronte Zotin, dhe kjo vinte nga mësimdhëniet e tij, ishte ringjallja nuk gjendet në kryq. Ringjallja gjendet në kryq. Po ai nuk fliste thjesht për të. Jeta e tij ishte një shembull i saj. Mos harroni që në Afrikë, që herët në vizitat e tij, ai u infektua me malaria dhe i thanë që nuk duhet të shkosh përsëri sepse rrezikon jetën, por ai u kthye. Gjatë kryengritjeve të dhunshme që ndodhen në Shqipëri në 1997, ai mund të ishte larguar dhe të shkonte në Greqi, por ai qëndroi.
Dhe besoj se i mbani mend edhe ato fotot ku ai tregon plumbin në murin e tij, si shenjë dedikimi të tij për popullin shqiptar. Ai, një shembull tjetër i modestisë së tij, ai mund të kishte ndërtuar një shtëpi të madhe, por ai nuk e bëri asnjëherë këtë. Ai e kishte dhomën e tij në një papafingo, sepse qëllimi i tij ishte që të qëndronte sa më pranë kishës. Dhe shembulli i tij ishte se si e jetoi ai kryqin. Dhe rilindja e tij ndodhi fillimisht në Afrikë. Ne udhëtonim së bashku shkuam në Uganda dhe unë si shoferi i tij bëja gabime sepse ngatroja rrugën. Rrugët ishin të këqija, moti ishte shumë i nxehtë dhe nuk ishim vende ku mund të ndalonin për ushqim, ishim të uritur dhe unë jepja makinës dhe kryepeshkopi kthej nga unë dhe më thoshte: "Atë Martin, jam i lodhur, kam dhimbje." Dhe unë që i përgjigjesha: "As unë hirësi nuk ndihe më mirë." Dhe pastaj me një dritë vezulluese në sy ai më thoshte: "Por e shikon, kjo është kënaqësia, lumturia e vuajtjes në Krishtin." Dhe së fundmi, dëshiroj të them se përmes kryepeshkopit kisha arriti që të plotësonte nevojat dhe vështirësitë e njerëzve. Ai nuk arriti që ta bënte këtë duke qenë se sipas zbatimit intelektual të njohurive të tija, por si rrjedhoi e vënies në zbatim të dashurisë së tij të pakufizuar për njerëzimin. Në Afrikë ai mund të shikonte njerëzit, mund t'i takonte njerëzit deri në mesnat, për t'u njohur me nevojat e tyre dhe plotësuar nevojat e tyre deri në mesnat. Gjatë gjithë jetës së tij ai i ndihmoi njerëzit dhe gjithmonë kemi pasur familjet e tij, fjalimet e tij dhe i fundmi erdhi vitin e kaluar në funeralin e tij. Dhe teksa qëndroja pranë arkëmortit të tij, ne u ftuam që të drejtonim eulogjitë tona. Të gjithë njerëzit më të rëndësishëm të fesë botës dhe familjes ishim atje. Ajo që u vura re në të gjitha këto fjalime ishin aktet e mëshirës dhe dashurisë që ai kishte bërë dhe i kishte dhuruar shoqërisë dhe Shqipërisë. Ndihmesa që kishte dhënë në revolucione, në për momente të vështira, në Shqipëri dhe kudo. Ajo që ishte emërues i përbashkët ishin veprimet e dëmshurisë, mëshirës dhe dashurisë që ai i ofroi në mënyrë të pakursuar. Në konkluzion, ai ishte në mos faktori më i ai ishte padyshim faktori më i rëndësishëm në përhapjen e ortodoksisë në botë sot. Dhe këtë ai e bëri përmes misionit të tij profetik në një kohë ku misionarizmi ishte pothuajse i harruar dhe ai tregoi që misionarizmi nuk ishte vetëm pjesë e jetës në kish, por pjesë e misionit tonë të brendshëm. Ai kërkoi, studioi, evidentoi karakteristikat e metodologjisë ortodokse dhe i vuri në zbatim këto mësime. Dhe ato qëndrojnë si një dëshmi e qartë e mësimeve të tij sot, nesër dhe mbi të gjitha. Në jetën dhe misionarizmin e kryepeshkopit ne shohim një shprehje të qartë dhe të vërtetë të dashurisë së Krishtit. Dhe kjo për mua është
Ajo që I vëvullën, asaj që ai bëri dhe ai tha, Zoti është me ne. But most importantly, of all things, in the Archbishop's life and ministry, we see a true expression of the love of Christ. Of anything that was done, in my mind, this is what stands out and validates what he taught and what he did. Zoti është me ne.